Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16. Një aksident I rënd rrugor është shënuar në autostradën Tiranë-Durrës këtë të martë, ku një autobus ka humbur kontrollin dhe është përplasur me trafik ndarsen. Sipas informacioneve paraprake, si pasojë e përplasjes kanë humbur jetën 2 persona, ndërsa raportohet edhe për të plagosur. Top Albania Radio. Debate në seancën e sotme plenare nxitur edhe nga protesta e qytetarëve të mbledhur jashtë parlamentit, socialistët rrëzuan kërkesën e opozitës për interpelancë me kryeministrin Edi Rama, si dhe mocion me debat për kërkesat e protestuesve. Deputeti Belind Kolliçi. Ka 30 ditë në shesh, protestojnë me qindra mijëra qytetarë, të cilët anatemohen, sulmohen, janë bërë serb, janë bërë agent iranian, janë bërë grek, janë bërë alien. Unë nuk e di çka kanë ngel pa u bërë ata njerëz, por vetëm për kërkesat e tyre dhe për ato 5 pikat e tyre, ky parlament refuzon të flasë. Tauland Balla. Nga kjo protest nuk do të lindi dot një PD e re. Mund të lindin vetëm parti të reja ideologjike, e majt radikale, apo dhe parti me natyrë të islamit politik, sikurse janë përfshirë. Shkoni aty në protest me shpresën që ne se heqim dot Saliun, po do Zoti na e heq protesta Saliun. Ndërkaq nuk munguan incidentet në protestën para parlamentit, u shoqëruan protestues mes tyre Dritan Goxhaj. Nisja e seancës plenare së kësaj të martë u bë mes thirrjeve kundër politikës së vjetër, pasi siç kishte paralajmëruar dje para kryeministrisë, sot një grup protestuesish u zhvendos tek parlamenti. Nuk munguan tensionet me policinë, ndërsa protestuesit rrethuan deputetin socialist Tërmet Peçi me thirrjet nuk na përfaqëson. Po ashtu u qellua me ves makina Erion Braçes. Tensionet vijuan pasi me kërkesën për lirimin e të shoqëruarve, protestuesit u zhvendosën para drejtorisë së policisë Tiranë. 7 persona janë në ndjekje penale me akuzën e shkatrimit të pronës pas incidenteve që ndodhën dje me protestuesit që hynë me forcë në godinën e Universitetit Politeknik. Kjo për shkak të një banderole të vendosur atje dhe të hequr nga rojet e ndërtesës. Në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar 698 aksidente rrugore me 99 viktima në vendin tonë. Shpejtësia, drejtimi I mjetit nën efektin e alkoolit, si dhe mos respektimi I rregulave të qarkullimit mbeten shkaqet kryesore të aksidenteve që përgjakin rrugët tona. Në një reagim të radhës për protestën që mbahet për një muaj I poshtë kryeministrisë, Edi Rama thotë se nga gjithë kjo vorbull, shumica e qeverisëse do të dalë me vullnetin e ri për të rirë për të qenë shumë afër me popullin. Kryeministri shkruan se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë, ndërsa shëmbëltyra e tyre e zezë që I keq përdori do të dështojë e do të thërmohet në çika. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Presidenti I Republikës Bajram Begaj sot dekretoi shpalljen e ligjit për dhënien amnistie. Ky ligj mori dritën jeshile nga kuvendi me 84 vota pro më 18 qershor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas projekt ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Socialdemokrate, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 gra dhe 1 I mitur, ndërkohë 869 të tjerët do të përfitojnë ulje dënimi, 8 gra dhe 1 I mitur. Amnestia penale hyn në fuqi 15 ditë pas votimit në fletorin zyrtare. Lajme nga bota. Irani deklaroi se nuk janë planifikuar bisedime me Shtetet e Bashkuara në ditën të vijime, dhe pse presidenti amerikan Donald Trump tha se Teherani ka kërkuar takim dhe se negociata do të zhvillohen sot në Katar. Teherani konfirmoi se një ekip teknik iranian do të udhëtojë këtë javë në Doha, por se vizita nuk ka asnjë lidhje me zyrtarët amerikanë që do të jenë në Katar. Një shpërthim I fuqishëm tronditi Monakon duke plagosur rënd biznesmenin ukrainas Vadim Ermaolev, bashkëshorten dhe djalin e tyre 23 vjeçar. Autoritetet e principatës dyshojnë se bëhet fjalë për një atentat të mirë organizuar, ndërsa autori I dyshuar është ende në arrati. Vadim Ermoalev renditet mes njerëzve më të pasur të Ukrainës. Ai u zhvendos në Monako pas nisjes së luftës në Ukrainë dhe në vitin 2023 u sankcionua nga autoritetet ukrainase për aktivitetet e biznesit në Krimen e pushtuar. Sport.
U mbyll befasisht aventura e Gjermanisë në Kupën e Botës 2026 pasi u eliminua me penallti në 1-16 nga Paraguaji pas rezultatit 1-1 në kohën e rregull dhe shtesat. Manshaft dështoi te penalltit ku goditja vendimtare ishte ajo e Canales. Gjermanëve ju anulua një gol i tah në minutën e 102. Paraguay do të ndeshet me fituesin e çiftit France-Suedi. Maroku nuk është më një surprizë pasi fluturoi në 1/8 e botrorit 2026 pasi ka eliminuar Holandën me penallti në fund të një ndeshjeje të madhe. Tani afrikanët ndeshen me Kanadan, kualifikimi i merituar për Marokun që nuk u dorëzua edhe kur u gjend në disavantazh. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës. Në vijim moti do të jetë me alternime vrenësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura. Deri pasdite ka rresh shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa përgjatë relieveve malore të vendit shtrëngate afat shkurtra shoqëruar me shkërkesa elektrike. Përgjatë ultës erës perëndimore, rreshqe të dobta shiu përjashtuar vijën bregdetare. Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Armelda Mithasani. Kjo është Top Albania Radio.